Shkova në shtëpinë e të dashurit tim dhe më thanë, nuk je e mirëpritur. Këto fjalë më përndjekin edhe sot. Më përvëllojnë lëkurën sa herë që i kujtoj. Jo sepse ishte e papritur, por sepse nuk e prisja këto nga njerëzit që duhej të ishin familja ime. Ishte një mëngjes i ftohtë të dimri, kur vendosa t'i bëja të fejuarit tim një surprizë. Ai punonte në një fshat në veri, ku shpesh rrinte me javë larg meje, duke ndërtuar ura e rrugë. Më kishte thënë gjithmonë, kur të jesh gati, eja tek shtëpia jon, mami e motrat mezi presin të njohin. Unë e besoja. Po mbaja me vete një kuti me petulla që i kisha gatuar vetë, ashtu siç i pëlqente ai. Mbanin erën e shtëpisë sime, të dashurisë sime, dhe në ato moment mendoja se do të sillnin buzëqeshje. Rrugës zemra më rrihte fort. Ishte hera e parë që shkoja në shtëpinë e të dashurit tim. Kisha emocione, kisha frikë, por edhe gëzim. Më dukej sikur po hyja në një kapitull të ri të jetës sime. Kur mbërrita, dera e madhe prej druri ishte e hapur pak. Dëgjova zëra brenda, të qeshura dhe hapa but. Ati pash nënën e tij, të ulur në krye të tavolinës, motrat duke rregulluar pjatat dhe të dashurin tim duke ngritur syt me habi, sikur po shihte një fantazm. Era, më tha ai, ç'bën këtu? Zëri i tij nuk ishte i gëzuar, nuk ishte i habitur, ishte i friksuar. U afrova, mbajta kutinë e petullave lart me një buzëqeshje të vogël. Erdha që surprizoj, mendoja se, por nuk arrita ta mbaroja fjalën. Nëna e tij u ngrit në këmbë, më vështroi nga majat e këmbët, sikur po mos kanonte jetën e moralin. Pastaj tha fjalin që më shkatërroi. Ti nuk je e mirëpritur në këtë shtëpi. Nuk e kuptova në fillim, mendova se mos kisha bërë diçka gabim. Faleminderit që erdhe, tha ajo ftohtë, por djali im ka bërë gabimin më të madh të jetës duke u lidhur fshehurazi me ty, pa bekimin ton. Unë ngriva. Gabim? Po shpërita, ne e duam njëri tjetrin. Ajo keshi hidhur. Dashuri? Vajz, dashuria nuk mban shtëpi. Ne s'të njohim, nuk dim kush je, nga je, çfarë familje je ke, nuk të kemi pranuar. Motra më e madhe u afrua dhe shtoi. Dhe nuk të duam. Në atë moment, sikur dikush ma shtrydhi zemrën me forcë, nuk dija si të reagoja, nuk dija ku të shikoja. Bora jashtë binte but, por brenda ishte një stuhi e tërë kundër meje. U ktheva nga i dashuri im. Ai mbante kokën ulur, as nuk më shikonte. Thuaj diçka, i thash. Pse po hesht? Kjo është edhe shtëpia jote. Ai më shikoi me sytë që shmangjeseshin nga turpi. Era, duhej ta kishim folur këtë. Mami nuk është gati të pranoj, as motrat. Po ti? E pyeta. Po ti, Arben, a je gati të më pranosh? A jam gruaja jote e ardhshme sikurse gjithmonë më thua, apo vetëm një pishman i jetës tënde? Ai mori frymë thellë. S'është momenti i duhur. Unë jam në mes. Në mes meje dhe nënës së tij? Në mes të familjes dhe dashurisë së vet? Ndjeva sikur toka mu hap nën këmbë. E lash kutinë me petulla mbi tavolinë. Askush nuk e preku. Askush nuk më ofroi një karrige, një gotë ujë, një fjalë të mirë. Nëna e tij qëndroi e palëvizur, sikur po ruante kufijtë e një territori që nuk duhej ta prekja. Dikush prej motrave përshpërite. Ta jam unë, pse se pranon mami? Ajo do që Arbeni të martohet me vajzën e një miku të babait, një vajzë e pasur, e shkolluar, me familje të mirë. Në atë moment kuptova gjithçka. Unë nuk isha mjaftueshëm. Jo për ta. Jo për atë shtëpi. Jo për burrin që kisha zgjedhur. Si të më mbushën me lot, por i mbajta, nuk doja t'i jepja kënaqësinë askujt të më shihte të dobët. E hapa goxhën me një zë që nuk më ishte dëgjuar kur më parë. Nuk kam ardhur këtu për të kërkuar leje, kam ardhur sepse mendova se isha pjesë e kësaj familjeje, mendoja se do të më prisnit me zemër, mendoja se dashuria e djalit tuaj do të mjaftonte. Nuk foli askush. Vetëm heshtje. Heshtje që më godiste më shumë se çdo fjalë.
U ktheva nga Arbenia. Nëse unë nuk jam e mirëpritur këtu, atëherë as ti nuk je më i mirëpritur në zemrën time. Ai hutua. Era, të lutam. Por, ishte shumë vonë. E mbylla shupin tim dhe dola jashtë. Bora më ra në fytyrë, duke më ngrirë lotët që nuk arrita t'i mbaja më. Isha vetëm në mes të rrugës, me erën që më godiste, me zemrën që më diqte, me shpirtin që më dridhej. Nuk isha makinë, nuk isha as një plan, vetëm ecja. Larg asaj shtëpie. Larg atyre njerëzve. Larg një dashurie që nuk më mbrojti kur. Kur mbërrita në stacionin e autobusit, u ula në një stol të ftohtë dhe mbajta fytyrën në duar. Nuk qava me zë, thjesht rjedha, si një lum i lodhur. E kuptova diçka atë ditë. Nuk mjafton të duash dikë. Ai dikush duhet të ketë guximin të mbrojë, të jetë në krahun tënd, edhe kur bota është kundër. Arbeni nuk e bori. Kur u ktheva në shtëpinë time, e hoqa unazën, e vendosa mbi tavolinë dhe mora frymthell për herë të parë pas shumë kohësh. Disa ditë më pas, ai erdhi. Trokitja e tij tronditi qetësinë time. Era, më fal, tha, mami do kohë, motrat janë kokforta, por dua të jesh gruaja ime, dua të jesh pjesë e familjes sime. Unë e shikova në syr. Unë kam nevojë për një burr që zgjedh, jo që fshihet pas grave të tjera. Ai uli kokël. Ai më humbi mua, jo sepse nuk e dua, por sepse më la vetëm në një shtëpi ku unë duhej të isha më e respektuara. Dhe tani, kur pyes veten nëse bëra gabim, kujtoj një gjë. Një derë që nuk të hapet me zemër, nuk është derë që duhet të hysh brenda. Asnjëherë më.